Mos harro të bësh subscribe. Që nga e hëna, këto 3 shenja do bekohen me lek pa fund. Java e tyre me fat po vjen. Ka disa javë gjatë vitit që nuk janë si të tjerat. Disa ditë kur gjithçka që ke pritur, lajmet, mundësit, kthesat e mëdha, duket se bashkohen dhe vinë njëra pas tjetrës. Dhe java që po vjen është një nga ato javë për disa shenja të veçanta të horoskopit. Që nga dita e hënë do të nisë një periudhë e mbushur me bekime financiare, zhvillime të vrullshme në karrierë dhe ndryshime të mëdha në jetën materiale. Kjo nuk është një javë e zakonshme. Energjitë që krijohen në qiell përputhen në mënyrë perfekte për të sjellë shanse reale për fitim, ndihmë të papritur, pagesa të vonuara që zhbllokohen, propozime pune dhe bashkëpunime që çojnë drejt një suksesi të madh financiar dhe ndonjëherë ajo që mund të duket si një ngjarje e vogël, do të kthehet në një gurthemeli për të ardhmen tënde ekonomike. Për disa nga ju, kjo javë do të sjellë më shumë lekë se sa keni parë muajt e fundit bashkë. Do të ndjeni si një dorë e padukshme, po ju shtyn drejt vendimeve të zgjuara, të cilat do t'ju shpërblejnë menjëherë. Për të tjerët, do të jetë momenti i një ngjitjeje të fortë në pozicionin profesional, me ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e të ardhurave. Yjet po ndriçojnë rrugën për 3 shenja që do ndihen të bekuara, si të zgjedhurit e universit këtë javë që vjen. Dhe nëse je mes tyre, përgatitu, fati, leku dhe sukseset po trokasin. Le të zbulojmë tani së bashku, cilat janë këto 3 shenja që nga e hëna do hyjnë në një fazë të re me shumë dritë dhe fitim financiar. 3 shenjat që do bekohen me lekë dhe fat që nga e hëna. Demi. Për Demin, java që nis nga e hëna është një ndër më të fuqishmet në aspektin financiar për këtë muaj. Më në fund, një lajm i shumë pritur për një rrogë, një bonus, një pagesë që është vonuar apo një fitim nga një investim, do të vijë me shpejtësi dhe do sjellë lehtësim. Yjet po të ndihmojnë të stabilizosh financat, të rritësh sigurinë materiale dhe të marrësh kontroll mbi të ardhmen tënde ekonomike. Nuk përjashtohet mundësia për një ofertë pune më të mirë apo një bashkëpunim fitimprurës. Kujdes vetëm me shpenzimet e tepërta nga entuziazmi, sepse ky është momenti për të ruajtur dhe rritur pasurinë, jo për ta shpërndar pa menduar. Virgjëresha. Virgjëresha do hyjnë në një javë ku yjet i japin një ndriçim të veçantë në sferën materiale. Që nga dita e hënë, një projekt që e ke zhvilluar në heshtje mund të fillojë të sjellë përfitime konkrete. Ka gjasa që të marrësh një mbështetje nga një figurë me ndikim ose të hysh në një rrjet të ri profesional që do të të hapë shumë dyer. Do të ndjesh se fati është në anën tënde dhe çdo vendim që merr ka potencial për të sjellë të ardhura reale. Intuita do të jetë shumë e fortë, dëgjoje dhe mos e nënvlerëso. Nëse ke një ide biznesi, tani është koha për ta hedhur në veprim. Ujori. Për ujorin, java që nis do jetë një shkundje pozitive financiare. Do të ndjesh se pengesat po zhbllokohen një nga një dhe leku fillon të qarkullojë më lirshëm. Mund të marrësh një ofertë që lidhet me një punë të dytë, një projekt anësor, ose të vijë një ndihmë nga dikush që nuk e prisje. Ujorët që kanë marrë iniciativa gjatë javëve të fundit, tani do shohin rezultatet e para dhe janë pozitive. Gjithashtu, dita e martë dhe e njëjtë janë të veçanta për takime pune, firmosje kontratash apo vendime që do kenë ndikim të gjatë në të ardhmen financiare. 3 shenjat që duhet të tregojnë kujdes këtë javë. Binjakët. Këtë javë, binjakët duhet të bëjnë shumë kujdes me vendimet e nxituara që lidhen me lekun. Ka mundësi për shpenzime të papritura, ndoshta edhe me natyrë emocionale. Një investim që duket shkëlqyeshëm në fillim mund të mos jetë kaq i qëndrueshëm. Gjithashtu, mund të ketë tensione në lidhje me ndarjen e financave me partnerin ose me një bashkëpunëtor. Mos jep hua, mos firmos asgjë pa e lexuar me kujdes dhe mos ndërhy në rreziqe të kota. Java kërkon durim, analizë dhe tërheqje taktike. Luani. Për luanin, kjo javë mund të sjellë disa zhgënjime të vogla në planin financiar apo profesional që mund të ndikojnë vetbesimin. Mund të ndihesh sikur nuk po merr atë që meriton ose sikur përpjekjet e tua po kalojnë pa vëmendje. Por kujdes, sepse në vend që të reagosh impulsivisht, është koha për të reflektuar dhe riorganizuar strategjinë. Nuk është koha për të rrezikuar me projekte të reja apo për të kërkuar ndryshime të mëdha. Kujdes me shpenzimet për luks ose gjëra të panevojshme. Peshqit. Për peshqit, java fillon me pak pasiguri financiare. Mund të ndihesh i hutuar, i paqartë ose të mos kesh kontroll mbi situatat që kanë të bëjnë me lek apo punë.
Një lajm që prisje mund të vonohet ose një bashkëpunim që po e shpresohet të sjellë përfitim mund të ketë pengesa të përkohshme. Më mirë të mos marrësh vendime të rëndësishme këtë javë. Mos u shgënje, sepse kjo është vetëm një periudhë kalimtare, nëse tregon durim dhe maturi, do kaloj shpejt. Siç e pam, kjo javë që po vjen do të jetë shkëlqim i vërtet për disa shenja që do përjetojnë rritje financiare, mundësi të reja dhe përfitime që nuk duhen humbur. Por edhe ata që duhet të tregojnë kujdes, nuk duhet ta marrin si një fat të keq. Është një mundësi për të reflektuar, për të analizuar më qartë dhe për të bërë hapa të zgjuar në momentin e duhur. Po ti ca shenje je? A ndihesh mes të bekuarve me lek, apo ke ndjer pak bllokime së fundmi? Shkruaje poshtë në komente, dua të lexoj mendimin tënd, përvojën tënde dhe çfarë pret nga kjo javë që vjen. Abonohu tani në kanal nëse nuk e ke bërë ende, sepse çdo ditë po sjell parashikime të reja që mund të ndryshojnë rrjedhën e ditës, javës, madje edhe jetës. Leku vjen kur jemi gati për ta pranuar, fati vjen kur dim ta presim.